Në fshatin Borje të Korçës po punohet për zvendësimin e linjave ajrore të energjisë me linjat kablore të tipit ABC. Ky investim kryhet pasi linja kablore e tipit ABC është e sigurt, bën të mundur dhënien e një shërbimi cilësor për qytetarët në furnizimin me energji elektrike dhe shmang abuzuesit të cilët synojnë të vjedhin energjinë. Edhe për banorët ky investim është i mirëpritur, edhe për shkak të problemeve të furnizimit me energji elektrike, sidomos në kohë me erë e rreshje, kur ata tregojnë se shpeshherë kanë pa drita. Shumë mirë të mos ikën dritat. Na ikën dritat kur finte era, kur vinte shi. Tani besoj se do të më mirë. Burime zyrtare nga operatori shpërndarjes së energjisë elektrike në Korçë bëjnë të ditur se janë të shumta fshatrat, por edhe zonat e qyteteve ku është punuar për të zvendësuar linjat ajrore me linjën kablore të tipit ABC. Kështu është punuar në Boboshtic, Drenov, Vidkuq, Barzh, Arz, Nikolic, në fshatrat e bashkisë Pustec, në Bitinsk, në qytetin e Leskovikut, si dhe në shumë fshatra të bashkisë Maliq.